Pavarësisht protestave, qeveria i qëndron ides për të investuar në Zvërnec. Edhe pse ende nuk ka një plan konkret, ministre Adelina Ibrahimaj thotë se nga një analizë paraprake, përfitimet e vendit nga investimet të tilla janë të shumta. Ende nuk kemi një projekt të dorëzuar, të finalizuar për zonën e Zvërnecit. Është duke u punuar nga arkitekt, nga ekspert mjedisor, nga arkitekt të peizazhit, me qëllim që të dorëzohet një projekt i cili do të përmbush pa diskutim standardet e Bashkimit Evropian për sa i përket mjedisit. Do të mbajtur parasysh pa diskutim dhe se çfarë ndikimi do të ketë në investime të tjera të huaja që mund të tërhiqen në Shqipëri. Është e rëndësishme që një investim i këtij standardi të vi në vend me qëllim që të vendos një tjetër standard për ofrimin e shërbimeve të turizmit dhe për bizneset ekzistuese. Paralelisht, qeveria po punon edhe për investimin në ishullin e Sazanit. Jemi duke negociuar me kompaninë për sa i përket përqindjes që shteti do të ketë në zhvillimin e projektit dhe pa diskutim që sapo të kemi një pasqyrë më të qartë se si do të jenë kushtet, sa përqind do të jetë shteti shqiptar dhe kohët e lëvrimit të projektit, do t'i bëjmë transparente. Brenda vitit do të jetë gati edhe një paketë re ligjore për investimet, duke i dhënë fund kështu shtyrjes së një pasnjëshme të afatit të ligjit për investimet strategjike. Besoj që brenda verës ne do të fillojmë një proces të konsultimit për elementet e ri të ligjit të investimeve që do të jenë të përqendruara në rritjen e sigurisë juridike të investitorëve sipas gjitha standardeve të Bashkimit Evropian, por edhe përqendrimit dhe tërheqjet të investimeve në zona të dizavantazhuara, sipas modeleve që ekzistojnë dhe në vendet të Bashkimit Evropian. Gjatë konferencës me gazetarët, ministrja Ibrahimaj përsëriti edhe një herë indeksimin e pensioneve me 2.7% që hyn në fuqi në datë 1 korrik. Ajo shtoi se nëse në muajt në vijim situata në tregje ndryshon dhe inflacioni rritet, qeveria do të ndërhyjë sërish në mbështetje të grupeve në nevojë.